Marrëdhënia e ngushtë e Klodit dhe lëndrimit ka qenë një nga temat më të diskutuara së fundmit, duke nxitur aludime të shumta për natyrën e raporteve të tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4. Për të sqaruar këtë dilema, ishe dashura e Klodit, Michelle, ka dhënë një intervistë ekskluzive për Privé by Libertas Spahiu, ku ka folur pa dorza rreth asaj që po shohim në ekran mes dy djemve. Ajo ka bërë një paralele me të kaluarën, duke kujtuar se Klodi është një person shumë social, por nuk ka nguruar të jap edhe një përgjigje rreth mundësisë së diçkaje më shumë mes tij dhe lëndrimit. Ajo thot, ai kishte një marrëdhënie vërtet të mirë me një djalë tjetër në realitin ton. Gjithashtu, ata ishin duke kaluar kohë bashkë. Unë po krahasoj dy miqësit, u shpreh ajo. E pyetur mbi mundësinë e një romance apo afrimitetin fizik mes tyre, ajo u shpreh, nuk e besoj që do të bënte çdo gjë me një djalë, ta podhte apo të bënte diçka tjetër, por kurr mos thuaj kurr. Mund të jenë gjithçka, por nuk e besoj që do të jenë qift, tha ajo.